Me industrinë gjigante që Kina ka, facilitetet që Kina ka, produktivitetin që Kina ka. Pasi ajo është GDP-ja më madhe në botë sot. Pavarësisht se SBA-ja mbahet me madhja në prodhim ata më të mëdhenj. Pra, njëkohësisht kjo është diçka që duhet parë edhe me interes të Korea e Veriut. Korea e Veriut ka qenë për një kohë shumë të gjatë të dominuar nga Kina. Që pas rrjedhës së Bashkimit Sovjetik deri në 2021-shin, ata ka qenë përgjithësisht të dominuar tërësisht nga tregu Kinas. Dhe sot nëse shikoj shumë produkte që ata konsumojnë moderne ose të kohëve të fundit, janë kineze, nuk janë të huaja, nuk janë evropianë, nuk janë koreanë sigurisht ose amerikane ose gjatë këtij lloji. Prej 2021-shit deri tani Rusia ka krijuar një pozitë shumë të fortë strategjike. Nëse deri në 2021-shin 98-97% e tregut koreano-verior ka qenë dominuar tërësisht nga Kina, pas fillimit të konfliktit sidomos në Ukrainë, po shikohet një bjerje e pozitës kineze dhe një rritje e prezencës ruse. Aktualisht sot Rusia ka kapur mbi 10% tregjeve të Koreas së Veriut, nëpërmjet produkteve të bulmetit, nëpërmjet trithrave, nëpërmjet produkteve agrikulturore të ndryshme, mund të quajmë. Ne sigurisht prej valutës së madhe të huaj që Rusia po fut duke blerë raketat, sistemet raketore, armët koreano-veriore, duke paguar për ushtar. Pas ushtar nuk po vjen falas për të luftuar për vendim të Rusisë në Ukrainë. Ne duhet të kuptohet kjo gjë. Nuk është asgjë e dhënë për shkak të solidaritetit midis dy vendeve, Rusia po paguan për ta. Ne po paguan edhe në gjeth, po paguan edhe në valutë, po paguan edhe në materiale. Pra kjo është edhe një kërcënim, siç e thatë juve, për në ta quajmë miqësinë ruso-kineze ose aleancë, më saktë, pasi të gjithë e dinë që Kina nuk ka miq, ka vetëm partner ose aleat. Dhe kjo gjë, nëse tani duket akoma stabil, do të duhet të shikohet kur të përfundoj konflikti në Ukrainë, se si do të vijojnë më tej gjërat. Pas përfundimit si do që tjetë rezultati i konfliktit, ka për të pasur sigurisht një shpërthim nga ana e Rusisë të kësaj furie të ekspansionit kinez ekonomik drejt Rusisë, drejt Azisë Qendrore, drejt aleatëve të tjerë siç janë Vietnami, Korea e Veriut e tjerë. Të cilat Rusia ka shpërfaqur aktualisht. Në shumë pak kënaqësi që kanë dalë së fundi nga politikanët dhe nga publiku. Duhet kalojmë edhe te pika tjetër. Duhet kalojmë edhe te pika tjetër, se u zgjatëm pak si shumë. Po. Për të ngelur te Rusia dhe për të parë pak, po them, marrëdhënien me Afganistanin. Rusia është i vetmi shtet që njeh Afganistanin, regjimin e talibanëve atje. Dhe ka zhvilluar takimin e parë zyrtar pas njohjes së tyre de facto dhe heqja e talibanëve nga lista e organizatave terroriste. Ishte ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, që po themi ka lavdruar talibanët për stabilitet dhe ka ftuar për bashkëpunim mes Afganistanit edhe Rusisë. Si mund ta lexojmë këtë marrëdhënie të Rusisë me Afganistanin? Atëherë, gjatë zhvillimit të samiteve në Dushanbe të Tadzhikistanit, vetë festimeve në Penjan të Koreas së Veriut, në mos u zhvilluar dhe një samit shumë i rëndësishëm, sa më saktë platforma e diskutimit të Moskës quhet, nuk u quhet samit, po mund të quhet takimi i parë zyrtar midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Federatës Ruse, zyrtarëve shtetëror rus, edhe delegacionit zyrtar shtetëror të Afganistanit ose regjimit të ri të Emiratit Islamik të Afganistanit, të drejtuar prej talibanëve si shetin. Rusia është vendi i parë evropian dhe perëndimor që ka njohur regjimin e ri të talibanëve ose qeverinë e re talibane. Ata janë hequr nga lista gjatë kësaj vere. Në Korikë ata janë hequr zyrtarisht nga listat e organizatave terroriste dhe janë vendosur marrëdhënie normale diplomatike. Janë pranuar kredencialet e ambasadorit dhe aktualisht ata kanë marrëdhënie normale diplomatike në kuadër të plotë të hapur të ambasadave, konsulve, kontakteve të tjerë. Rusia është vendi vetëm evropian perëndimor që ka njohur, ndosë ka të vende të tjera, është Republika Popullore e Kinës, Turkmenistani, Tadzhikistani, po vende të vogla le të themi. Veç Kinës sigurisht. Vende të vogla rajonale kryesisht që e ka njohur. Takimi ka pasur rëndësi të veçantë për shkak të faktit se Afganistani është aktualisht duke kaluar në procesin e stabilizimit të pushtetit të tyre
të normalizimit të situatës shtetërore dhe të projekte të mëdha ekonomike që ata kanë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për zhvillimin e një lloji të ri të shtetit bazuar në eksperiencën ruse, bazuar në eksperiencën e Turkmenistanit, bazuar në eksperiencën kineze, ose atë të Iranit, le të thënë, duke që ata janë dhe radikal të religionit, nëse mund t'i quajmë kështu. Kjo bazohet në faktin se Rusia, Kina, Turkmenistani, Tagjikistani kanë refuzuar normat e shumta të vendeve perëndimore, të quajmë demokracia, barazia para ligjit, feminizmi, revolucioni seksuale dhe të tjerë. Shumë gjëra nga këto ose po refuzohen ose kanë dështuar në këto vende. Pra nuk mund të bëhet fjalë për një demokraci të tipit perëndimor ose një regjim të tipit perëndimor të Tagjikistanit ose Turkmenistanit. Është diçka totalisht jashtë norme. Nëse ata mund të krahasohen me një regjim sovjetik të përzierë me autoritarizmin e historisë së tyre. Pasi këto kanë qenë kryesisht sultanate, kaganate të tjerë që kanë qenë vende të absolutizmit. Njëjta gjë ka qenë edhe me Afganistanin. Ndoshta ata kanë pas periudha si Shqipëria në vitet 20-30 me ca reforma të bëra nga mbretërit e tyre. Asojë po që nuk mbjatuan gjë. Kjo marrëdhënie tregon edhe ekspansionin e Rusisë drejt rajonit në një platformë tjetër, jo nëpërmjet armëve më, por nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet ekonomisë, kulturës, suportit. Rusia ka një të veçantë në mendimin tim. Pasi diskutohet shumë si ka mundësi që vetëm Rusia ja del me këto vende, flasim si Turkmenistani, Afganistani, Korea e Veriut. Rusët sot i bazojnë një politike shumë real politik, siç thoshte Bismarck njëherë në kohë, e cila bazohet kryesisht në krijimin e raporteve, marrëdhënieve vetëm në kuadër të reciprocitetit të benefiteve me kundër një tjetrit. Pra, nëse Korea e Veriut do na ndihmon, ne do t'i japim diçka, ta teknologji, ushqime, suport, grua e të tjerë. Nëse Tagjikistani na ndihmon në këtë, ne do të arrijmë të dishokojmë një bazë ushtarake, do të arrijmë të mbajmë prezencën tonë në kulturë, në gjuhë, në arsye të tjerë. Nëse Kirgizstani e të tjerë e bëjnë, ne do t'u japim diçka, po do të marrim diçka sigurisht. Në këtë rast, në Afganistanin është lufta kundër terrorizmit islamik, shtetit islamik që ka qenë në rast i incidentit ose masakrës së Korkusit para një viti që u godit një qendër e madhe tregtare e Moskës. Ata ishin tagjik që e bën, por me lidhje të forta me grupet radikale islamike, që sigurisht lidhen me Afganistanin, pasi ata janë një popull. Lidhet me atë që tashmë parë me drograt dhe me opiumi, që Afganistani ishin nga prodhuesit më të mëdhenj. Ata janë, me qëra fjala, ata janë pers, kam përshtypjen, edhe tagjikët edhe afganë. Tagjikistani, Afganistani dhe Irani janë të gjithë pers. Janë pers, po. Tagjikët janë më evropianët prej tyre, pasi Bashkimi Sovjetik, influenca ruse. Qartë. Ata janë të lidhur shumë me Evropën, po me mentalitet janë shumë ndryshe. Qartë. Edhe nga që janë shumë ateist në Tagjikistan, pasi vetë shteti ata ka një regjim pak a shumë komunist, po pa letra, që i thonë. Qartë, po. Lideri tyre kanë ndaluar islamin, mësimin e gjishkaja, kanë mbulur xhamit, e ka vënë me burg për mbajtjen e mjekrës e gjëra të tjera. Pra është një regjim sovjetik pak a shumë, vetëm më i hap. Ndërsa në Afganistan është e kundërta. Dhe për të mbajtur dhe kontrollin sigurisht, Rusia nuk kërkon që një vend islamist radikal të zgjohet dhe të mund të influencojë siç bëri në Tagjikistan gjatë periudhës së viteve 90. Dhe më pas të vrapet në Kirgizstan të tjerë, pasi Rusia ka një majoritet të madh të punëtorëve të besimit islam, diku te 10 milion prej tyre janë islamik, nga 11.15-16 milion. Pra, nëse ata impaktojnë e bëhen shumë gjë mund të ndodhë, ndërsa Rusia është vetë multifetare si po. Pasi ka diku te 40 milion një gjë e tillë musliman të saj brenda. Por kjo shikohet edhe një farë mënyre për të testuar edhe ose për të treguar fitoren e tyre kundrejt amerikanëve, të cilët pas 20 vitesh luftë në Afganistan, pothuajse 20 vitesh, ushtimit e të tjerë, humbën një pjesë të madhe të arsenit të tyre. Nga që ka bërë përshtypje ka qenë dekreta e fundit të presidentit Trump për kërkimin e bazës së madhe ushtarake ajrore në Afganistan, për ta marrë mbrapsht, që është refuzuar krejtësisht nga autoritetet palestinese, kërkëndjes, nga autoritetet e Afganistanit. Është
refuzuar krejtësisht. Njëkohësisht Rusia, Kina, Pakistani dhe India kanë shprehur një përgjigje të fortë negative kundër kësaj dhe janë krejtësisht kundër një rishfaqje të ushtrisë amerikane në këtë territor. Pasi deri tani duket gjëja stabilizuar, ka zhvendur një lloj stabiliteti në vend, talibanët me dorë të hekur. Qartë. Me ato të tyre, që mund ta quajmë radikalizmin e religionit, kanë ardhur ta normalizojnë situatën, të vendosin kontrollin, funksionimin normal të shtetit. Deri tani gjëja duket stabil për regjimin e tyre, po edhe për vendin. Duket se diçka po ndryshon, po fillon të zhvillohet ndosë një mënyrë që shumë ta gjykojnë sipas perceptimit të tyre. Qartë. Kjo tregon edhe ose kjo mund të provohet dhe si fitore e Rusisë kundrejt Amerikës. Pra, amerikanët u thyen pas 20 vitesh, kur me fuqia më e madhe pati një Vietnam të dytë, ata u larguan. Por ne po hym, ne Kina të tjerë po hym sërish siç kemi bërë gjithmonë. Pasi që Rusia ishte një nga Bashkimi Sovjetik më saktë. Ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të ushtrisë afgane para revolucionit të 79-s, pas revolucionit të 79-s. Qartë. Mirë, për të kaluar edhe në një pjesë të fundit, por shumë të rëndësishme që ka të bëjë me frontin e luftës në Ukrainë, ka avancime të Rusisë në lindje të Ukrainës dhe Vladimir Putin po përpiqet që të mbajë kanalet komunikimit hapura drejt për së drejti me presidentin Donald Trump, duke u përpjekur që të anashkaloj, po themi, Brukselin edhe qendra të tjera, po themi, të negocimit. Po kërkon, si thua, drejt për drejt komunikim, po nuk duket se Trumpi është kësaj here i gatshëm që t'i ofrojë këtë lloj komunikimi. Si duket situata shkurtimisht dhe në Ukrainë? Atëherë, në Ukrainë, pavarësisht bombardimeve të ushtrisë ukrainase, sulmit të rafinerive që ata i kanë bërë shumë depove rafinerive ose qendrave të prodhimeve të naftës e të gazit rus në Federat, Rusia ka pasur një avancim shumë të madh me disa vëmbarime kyçe ose avamposte të fituara gjatë kësaj jave, një thyrje të madhe të frontit në anën lindore dhe bombardime shumë të mëdha që ata kanë zhvilluar në anën e infrastrukturës të telekomunikacionit dhe transportit të armëve, makinave të tjerë, të mos atyre kurudore, duke treguar edhe një herë që pavarësisht sanksioneve, pavarësisht presionit që po rritet gjithmonë më shumë kundrejt Rusisë, tarifave të larta, përqindjes së madhe të inflacionit, ata po vazhdojnë të përparojnë. Në një farë mënyrë, anë tjetër ata po vazhdojnë të përparojnë dhe nuk po thyen. Gjitha ato që duket sikur ata do ngatërsojnë, do bëhet asgjë nuk është e vërtetë. Në flasim me fakte në terren, pastaj se çfarë mund të interpretohet bazuar në besime personale gjë tjetër. Por në fakte në terren ata po avancojnë. Dhe tre vëmbarime kyçe, avamposte të mëdha ushtarake janë çliruar, okupuar, mund të quhet si të dëshironi, gjatë kësaj jave. Kjo ka rritur dhe presionin nga ana amerikane për dërgimin e raketave me precizion të lartë, për distancë që mund të godasin brenda Federatës, të cilat Trumpi është duke thënë vazhdimisht, presidenti Trump duke thënë vazhdimisht që ka për t'i dërguar nëse gjendja vazhdon në këtij lloji. Kievi është duke ushtruar shumë presion, Brukseli është duke ushtruar shumë presion te Trumpi për të marrë raketat, ndërsa Rusia po vazhdon të promovojë rrugën e diskutimit, rrugën e komunikimit të drejtë për drejtë me Washingtonin, duke menjënuar Kievin, Brukselin, Londrën dhe të tjerë. Pasi të themi të vërtetë se si qëndron, nuk është Bashkimi Evropian ai që po e step Rusin ose Londra ose Kiev, është Amerika. Pra nëse amerikanët triqen nga Ukraina, nëse ata vinë de facto tërheqjen, atëherë çdo gjë është e humbur. Pra se Britania dhe Franca janë fuqi atomike, vlera e tyre nuk është më e madhe për të krahasuar me vendin më të madh atomik të botës që është Rusia me 6.000-7.000 koka për tanuar. Pra nuk është se është një rrezik i madh. Por që presoni nga dy aparat po rritet. Dhe nga ana ruse sigurisht duke thënë që nëse raketat dërgohen në Rusi, me thënë për të sulmuar Rusin, atëherë fryma ose dialogu i Laskës është i mbaruar përfundimisht dhe Rusia do përgjigjet me ditë mënyrë duke shkuar aq larg sa duhet për të mbrojtur interesat e saj. Fakti që akoma asgjë nuk është vendosur. Diskutimet vijojnë,
akoma kanalet po mbajnë të hapura. Amerikanët janë duke komunikuar dhe marrë palën Bielorusë janë duke munduar të suportojnë të shtyjnë më tej retorikën e paqes të presidenti Lukashenko gjatë samitit të Tajikistanit, po edhe më parë gjatë vizitës së sultanit Omanit këtë javë në Bielorusi, e ka promovuar së bashku me Omanin diplomacinë, diskutimin, të ulen, të qetësohen gjakrat, mos vazhdojmë të eskalimi. Po siç duket fakti nga Evropa, sidomos pas deklaratave të ish-kancelare Angela Merkel për presionin që disa vende, siç Polonia, Balltiku e të tjerë kishin bërë për të shtyrë më tej eskalimin e marrëdhënieve BE-Rusi, duke se BE po vazhdon akoma në këtë frym për të eskaluar më tej marrëdhënie, sidomos nga Franca, Britania e Madhe, të cilat e kanë historike për mendimin tim, që nga lufta e Krimes e viteve 1853-1856, që kërkojnë ta thyen në fushbetej Rusin. Por gjërat nuk duken më si në 1856, me sa duket, ndonse rreziku i eskalimit është shumë më. Tani mbetet për të parë nëse diplomacia amerikane dhe ruse do arrijë të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Mbajtja ruse është duke munduar jashtëzakonisht, por nga ana amerikane duke se durimi është duke e ardhur fundit, nëse nuk zbatohet ose gjehet një gjuhë ndërmjetme. Trump njëkohësisht edhe i shqetësuar për Kinën, së fundmi ditën e sotme, sipas lajmeve ai po mendon për vendosjen e sanksioneve të shumë të fuqishme kundrejt Kinës dhe ka qenë të kërcënim faktin që Kina është si mund të quhet fabrika e botës, pasi ai mund ta kesh përdori këtë rol, ai ka paralajmëruar dhe mund ta përdori në benefit të saj, duke bërë presione, shantazhe e të tjerë. Kështu që mbetet për të parë javën në vijim, por fakti është që akoma nuk është e qartë se si do të zhvillohet dhënia e raketave apo jo. Nëse raketat do të jepen, atëherë Rusia ka thënë që masat do jenë drastike nga ana e saj, duke shkuar edhe në goditje që në hyrje të territorit, të çdo lloji transporti të këtyre mjeteve, sulme kundrejt çdo kërcënimi të mundshëm, deri në përdorimin e armëve të shkatrimit në masë. Armë gjysmë bërthamore, bombat me hidrogjen. Qartë. Ne dim skenari më të keq që mund të ndodhi pastaj nëse gjërat eskalojnë deri në atë pikë. Qartë. Mirë, Elianus, unë të falenderoj për bisedën dhe për gjithë informacionet dhe ekspertizën që ti na solle në studio, andej nga Polonia, ku sigurisht je shumë më pranë ngjarjeve që ndodhin në lindje dhe që janë me mjaft interes. Të falenderoj. Falenderoj juve për ftesën. Ishim me studiuesin e politikave të sigurisë, çështjeve të sigurisë, Elianus Kasaj, folëm për disa zhvillime ndërkombëtare me në fokus Evropën lindore dhe Azinë. Ishte ky aktualitet edhe për sot. Ne do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.